Kosova vijon të përballet me rreziqet nga aktet destabilizuese të Serbisë, ka raportuar kështu presidentja Vjosa Osmani, në një takim me admiralin amerikan të NATO-s në Prishtinë. Osmani uroi admiralin George Witkoff për marrjen e detyrës së komandantit të komandës së forcave të përbashkëta aleate të NATO-s në Napoli, duke shprehur besimin në lidershipin e tij dhe në rolin kyç që kjo komandë luan për sigurinë euroatlantike, stabilitetin rajonal dhe paqen ndërkombëtare. Gjatë takimit, presidentja ritheksoi mirënjohjen e Republikës së Kosovës ndaj NATO-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës për rolin vendimtar dhe të pazëvendësueshëm që kanë luajtur dhe vazhdojnë të luajnë në garantimin e paqes, sigurisë dhe stabilitetit në Kosovë që nga viti 1999. Ajo vlerësoi misionin e KFOR-it si forcë garantuese e sigurisë për të gjithë qytetarët e Kosovës, pas një dallim. Osmani konfirmoi përkushtimi për vazhdimin e bashkëpunimit me KFOR-in. Në këtë frym, presidentja potencoi rreziqet nga aktet destabilizuese të Serbisë dhe mungesën e llogaridhënies nga ana e saj për sulmin ndaj ushtarëve të KFOR-it, sulmin terrorist, respektivisht agresionin në Banjsk dhe sulmin në kanalin Iber Lepens.